Kush s'ka men, nuk ka as fe. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Menja është diçka e veçantë që ju ka dhënë robit dhe që e dallon me të gjithë krijesat e tjera. Edhe aty u ka dhënë Allahu xhele xhelaluhu logjik, po jo sa robit. Shumë pak gjana kanë. Ata flasin me njëri tjetrin, kanë gjuhën e vetë që ja ka caktuar Zoti xhele xhelaluhu, por jo si robi dhe sa robi. Pra po të veni re, njeriu me men i kanë dispozicion këto krijesat e tjera të gjitha. I menaxhon, i drejton, se Allahu xhele xhelaluhu kështu ka bërë emër. Pra njeriu e dalloi mbi gjithë krijesat e tjera, duke i dhënë logjikën, mendjen dhe duke i shtuar këtë tjetër, duke i dhënë edhe imanin, besimin, pra që ta njohë Zotin xhele xhelaluhu. Normalisht edhe krijesat e tjera adhurojnë, edhe njohin Zotin, sipas asaj mënyre që ja ka caktuar Allahu xhele xhelaluhu. Por në nivelin e njerëzve nuk është asnjë prej krijesave të Allahu xhele xhelaluhu. Problemi është vëllezër mos me pas mend. Po problemi i madh është me pas edhe mend. Të dyja keq. Pra, kur themi mos me pas mend, ai njeri do të trajtohet i veçantë. Nëse është agresiv, duhet të ruhet, sepse nuk punon mendja. Duhet të ruhet, a ne për burgje, ne për spitale, ne për polici, wa alaikum salam. Ja, për shembull, ne kemi një familje që e trajtojmë me ndihmë ushqimore, edhe dy fëmijët i marrin me zinxhir. Të dy, të lidh me zinxhir. Nuk janë larg prej nesh këtu në fushruj. Pse? Ata kanë lind ashtu në fakt, po kanë lind pa mendjen. Pra mendja aty në funksionon vetëm për të hangër bukë. Edhe asnjë gjë tjetër. Wallahi. Tash pse thash problemi i madh edhe ai që e ka mendjen. Se tham mendja është stoli e madhe. Wa alaikum salam. O stoli e madhe që të ka zbukuruar i madhi Zot xhelle xhelaluhu. Po Allahu na ruaj pra kur e përdor për keq mendjen. Është më mirë mos ta kesh. Por e ka caktuar Zoti xhelle xhelaluhu dhe sa do t'ja vazhdoj jetën ashtu me atë lloj mendje, wa alaikum salam, Zoti inshallah e ktheft. Pa çfarë është kjo mendje që s'duhet? Kur tham mendja, ka dhe një lloj shneti që s'të bën. Ka lloj të folmi që e përmendëm xhamon tjetër, flet për çdo, thot s'ka Zot. Çfarë do? Me mohu Zotin. Pra dhe kjo mendje që bin kundërshtim, apo që punon, edhe thot unë nuk e besoj Zotin, mos lutni për mendjen e atij hiç. Inshallah është në trupin e një mbreti. Mbret. Me pasuri, me mirësi, me begati, miliarda, miliona. Për shembull, po u sjellë shembullin ju të një mbreti, që tha, unë nuk besoj në Zotin, sepse kam marrë votat. Edhe Zoti s'ka që të në bojnë neve ma. Kujti duhet këtë lloj mendje? Këtë lloj mos e kini zilije si herë. Nuk i duhet njeriu as për zgjallëmi as për vdekmi. Nuk ka ma hata e madhe. Pra Zotit ka pajis, pa janë shumë mendje kështu. Allahu xhele xhelaluhu thot në Kur'anin e madhrueshëm, fa aktharuhum la yu'minun. Shumica atyre nuk besojnë. Fa aktharuhum la ya'qilun. Shumica atyre nuk mendojnë. S'mendo. Ha buk bjerë gjumë. Ka ke ardhe prej majmunit.
Për e në banes tokës, s'ka jetë ma. Kjo e cikli jetës. Maro këtu, vdes, varrosësht, tarë kërëmët, maroj puna. Për menën e këti, nuk të duhet hiç. Bila është ma mira i që se ka pas mendjen fare, se një dit, ai do ketë një program tjetër kur dali për para Zotit Xhelaluhu. Do t'i jepet menja. Do të dëshmoj për Zotin. Ai që se ka pas këtu në dynjë. Pra, do t'a shijoj amelsenën e imanit në jetën tjetër. Ai që se ka pas këtu në dynjë, fare. Ama ky lloj që thot edhe shkruan libra se unë kam marrë prej majmunit, ai është ma mirë mas me e pas hiç, po sigurisht e ka për dënim. Pra, themi në ditë, o Zot, si kur thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na mbroj nga çmenduria. Na mbroj nga çmenduria. Në ditë lutej edhe për lutje tjera që i kemi përmend, edhe inshallah në xhumë tjera prap do të kemi lutje që janë sprova për cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkonte mbrojtje. Edhe ne kërkojmë mbrojtje si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe themi o Zot, na mbroj nga çmenduria. Allahu na mbrojt edhe na ruajt të gjithë bashkë inshallah. Allahu na mëshiroj.